Horoskopi për ditën e shtunë 22 gusht 2026. Dashi. Dita për ty dash është pozitive. Dielli sot vendoset në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit për një muaj të tërë. Kjo periudhë ju fton të merrni seriozisht rutinat e përditshme, organizimin e punëve dhe të kujdesesh për veten. Është një moment i duhur të përmirësosh mënyrën se si jeton dhe të punosh çdo ditë për të vendosur gjërat në rregull, sidomos ato që nuk i keni kushtuar shumë kohë. Sot do të ndihesh sikur po rishikon disa nga pasionet dhe interesat e tua. Çdo gjë ka kohën e vet dhe sot është dita për të ecur me hapa të sigurt. Dashuria, sot mund të kërkoni më shumë qetësi nga partneri. Puna, keni dëshirë të vendosni një rregull në detyrat tuaja. Parat, është ditë e mirë të rishikosh shpenzimet e përditshme dhe të planifikosh buxheti. Shëndeti, ushqimi dhe pushimi në plan të parë. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është paradite, këshilla e ditës mos i ndërliko gjërat sot dhe gjeje paqen tek gjërat e thjeshta që të rrethojnë. Demi. Për ty dem, një frymë e regëzimi po hyn në jetën tuaj. Dielli zhvendoset në sektorin e dashurisë dhe argëtimit sot për një muaj të plotë dhe ju do të keni dëshirë për të shijuar jetën, për të shprehur lirshëm çfarë keni ndërmend dhe gjërat që ju falin kënaqësi vërtet. Sidoqoftë, mund të kesh pak dyshime rreth lidhjeve apo bashkëpunimeve që në fakt duken sikur ju mbajnë në vend numëro. Ke një prirje të rishikosh marrëdhëniet e tua thjesht për të kuptuar se çfarë vërtet ka vlerë për ty. Mos u shih pas pasigurive dhe hape zemrën ndaj emocioneve të bukura që ju rrethojnë. Romanca do të marrë një hovë të ri, do të ndjeni dëshirën për të shprehur ndjenjat dhe për të kaluar çaste të ngrohta me personin që dashuroni. Parat, pritet një ditë e stabilizuar, por kujdes me shpenzimet për gjëra që nuk i keni të domosdoshme. Shëndeti, energjia juaj është në ngritje, largoni mendimet negative përmes aktiviteteve fizike apo daljeve në natyrë. Ngjyrat me fat sot është e kuqe portokalli, koha me fat është në mesditë, këshilla e ditës, lejoje veten të argëtohet dhe mos ke frikë të tregosh anën tënde të ngrohtë. Për ty, dita konsiderohet me 4 yje, pra është një ditë e mirë. Binjakët, të dashur binjak, sot për ju, dita është normale, e zakonshme. Çfarë parashikohet për ju? Mund të keni një nevojë të fortë për të lënë pas krave diçka që ju ka ngarkuar emocionalisht. Keni disa pengesa të vogla në komunikim që do t'ju bëjnë të mendoni se po harxoj energji të kot. Është momenti të bësh një hap prapa dhe të shohësh tablon e plot për të kuptuar se çfarë po ju bllokon, ku qëndrojnë pengesat. Dielli zhvendoset në sektorin e shtëpisë dhe familjes ku do të qëndrojë deri në fund të shtatorit. Fokusi juaj i shtohet dëshira për të krijuar një ambient të ngrohtë, e sigurt dhe e qetë pra njerëzve tuaj të dashur. Keni një ekuilibër të brendshëm në këtë periudhë. Në dashuri, vëmendja i kushtohet familjes dhe ambientit shtëpiak. Ndarja e emocioneve me njerëzit e afërt ju ngroh shpirtin. Parat, bëni kujdes me blerjet impulsive për shtëpinë, përqendrohuni tek gjërat që janë të domosdoshme. Hëna do të kalojë nga shenja e shigjetarit në Britësia. Ndaj bëni pak kujdes. Shëndeti. Keni pak lodhje mendore, nuk e di pse, por duhet të kesh hapësirën tënde në të cilën duhet të qetësosh mendjen. Mos e ngarko se kohët e fundit shumë mendime ju kanë mbytur. Ngjyrat me fat është e bardhë dhe e kaltër, koha me fat është në darkë, këshilla e ditës mos lejo që gjërat e vogla t'ju prishin qetësinë. Kërkoni mbështetje tek njerëzit e afërt. Gaforja. E dashur gafore, dita sot për ju është një ditë normale. Një periudhë dinamike dhe lëvizje do të fillojë për ju
kur dielli të hyjë në sektorin e komunikimit dhe të lidhjeve të përditshme. Ai të sjellë ndërveprime të gjata me të tjerët në javët e ardhshme. Do të keni dëshirë të mësoni gjëra të reja, të ndani ide dhe të jeni më aktiv në rrethin tuaj shoqëror. Sidoqoftë, gjatë ditës së sotme do të vëresh se disa zakone apo mendime të vjetra që lidhen me pronën, paratë, ju pengojnë që të ecni përpara. Disa gjëra ndonjëherë duhen lëshuar, ato që nuk ju shërbejnë më, sepse ju hapin rrugë për mundësi të reja. Në dashuri, dëgjoje se çfarë thot partneri dhe fol me çfarë të ndjen zemra, jo çfarë mendon ti në mendjen tënde. Paratë. Mund të bësh disa rregullime në mënyrën se si po i shpenzon financat tuaja. Vendosni prioritete të qarta në ato që doni të shpenzoni paratë tuaja. Shëndeti, do të ndihesh mirë fizikisht, por mos e mbingarko ditën shumë e cila mund të rëndojë dhe në shëndet. Ngjyrat me fat është jeshile, koha me fat është rreth paradites, këshilla e ditës pastroje hapësirën dhe mendjen tënde nga gjërat që nuk bëjnë më pjesë në jetën tuaj. Lëri hapësirë gjërave të reja. Vazhdoj me shenjën e luanit, i cili për sot konsiderohet si një shenjë me ditë pozitive. Por ju luan, sot do të keni motivim për të ecur përpara, megjithse do të keni edhe vështirësi në plane personale, po prap ju mendoni se gjërat nuk po ecin, por në fakt janë disa gjëra që ecin me kohën që ato duan të ecin, nuk duhet i shtysh gjërat. Dielli po përfundon udhëtimin e tij në shenjën tuaj dhe do të zhvendoset në sektorin e financave dhe vlerës personale. Ky cikël i ri ju fton që të uleni me këmbë në tokë dhe të kujdeseni pak për anën materiale. Dashuria. Lini më njanë egoizmi sot, të qeni bujar me kohën dhe vëmendjen tuaj forcon lidhjet me partnerin. Pra kushtoj rëndësi partnerit, kohë dhe vëmendje. Në para, vëmendja juaj shkon gjithmonë tek financat, e keni në mend paran dhe keni mundësi të organizoni buxhetin tuaj për muajt që do të vinë. Në anën shëndetësore ruaj energjinë dhe mos e ngarko veten me stres emocional. Ngjyra me fat për ju është e artë dhe kafe. Koha me fat është në mesditë, këshilla e ditës përqendrohuni tek personi që keni përballë dhe gjërat që kanë vlerë për jetën tuaj. Shenja e radhës Virgjëresha, e cila sot vlerësohet me një ditë pozitive. Virgjëresh, po vjen ditëlindja jote diellore dhe dielli fillon të hyjë në shenjën tuaj, duke shënuar fillimin e një muaji ku ju do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të keni më shumë kontroll mbi jetën tuaj. Shikoni pak se sa kohë apo ndihmë u jepni të tjerëve dhe mendoni ku qëndron vërtet zemra juaj. Është një kohë e shkëlqyer për të bërë ndryshime në imazhin tuaj apo mënyrën se si prezantohesh botës. Beso tek gjërat e bukura që meriton të kesh dhe ato do të vinë. Në dashuri me hyrjen e diellit në shenjën tënde, do të rrezatosh më shumë sharm dhe tërheqje. Marrëdhëniet në çift do të marrin më shumë ngrohtësi. Paratë do të përmirësohet dhe gjendja juaj financiare dhe shanset për fitime janë të larta, thjesht shto besimin tek vetja. Shëndeti, një rritje e ndjeshme e energjisë fizike dhe e vitalitetit do të jetë për ju. Shfrytëzoj për të kujdesur për trupin tuaj. Ngjyra me fat është bezh dhe mente. Koha me fat është në mëngjes, këshilla e ditës besoj në aftësitë tua dhe vendose veten tate në plan të parë. Peshorja, për ju peshore, dita sot konsiderohet një ditë normale. Sot do të gjendesh duke analizuar me kujdes një miqësi apo lidhjen me një grup njerëzish për të parë nëse kjo marrëdhënie po ju ndihmon të rriteni apo po ju mban mbrapa me zakone, me huqje, me sjellje. Ndonjëherë duhet të lëmë krenarinë tonë për të ruajtur atë që ka vlera.
Dielli do të zhvendoset në sektorin tuaj të prapaskenave dhe pushimit deri më 22 shtator. Dhe ky cikël ju fton të ngëdalsoni ritmin e jetës, të reflektoni për ngjarjet e kaluara dhe të karikoni bateritë. Mos e shiko këtë kohë të humbur. Është një proces i nevojshëm të pastrosh shpirtin përpara fillimeve të reja. Në dashuri, ndoshta kërkon pak më shumë qetësi dhe momente intime sesa dalje me njerëz. Në punë është mirë të punoni prapas skenave sot, përmbajuni detyrave që kanë një vëmendje të madhe nga ana juaj. Në para, tregohu i matur me shpenzimet dhe shmangi investimet e nxitura në këtë periudhë. Shëndeti të thotë më shumë gjumë cilësor dhe pushim, dëgjoje trupin tënd dhe mos e sforco veten. Ngjyra me fat është e zezë dhe e kuqe, koha me fat është pasdite, këshilla e ditës, jepi vetes lejen për të pushuar dhe të gjesh paqen tënde të brendshme. Dhe tani do të kalojmë ke shenja e akrepit, e cila sot ka një ditë pozitive me 4 yje. Atmosfera ditës është në përgjithësi e ngrohtë, por ka një prirje për të tepruar në gjëra që mund të prishin pak ekuilibrin nëse ti tregohesh jo i kujdesshëm dhe mos kokçarës. Do të filloni të rishikoni një plan apo një drejtim profesional për të parë nëse ju sjell vërtet përmbushjen tënde. Dielli kalon në sektorin e shoqërisë dhe projekteve të së ardhmes, ku do të qëndrojë një muaj. Kjo energji e re do t'ju nxjisë të lidheni më shumë me miqt dhe bashkëpunëtorët në grup. Në dashuri, miqësia do të luajë rol kryesor në jetën tënde sentimentale. Lidhjet e bazuara te mirëkuptimi dypalësh do të lulëzojnë. Paratë. Të merrni një mbështetje apo sugjerime me vlerë nga miqt për sa i përket çështjeve të financave. Shëndeti do të ndihesh mirë, por shmangi teprimet me ushqimet dhe lodhjen gjatë mbrëmjes. Ngjyrat me fat për ty janë e bardha dhe e verdha. Koha me fat është mbasdite, këshilla e ditës vendosi interesat e grupit në të cilin ti je, pra shoqërisë, përpara egos tuaj dhe do të arrish rezultate të mëdha në punë. Shigjetari. Për ty shigjetar, dita sot konsiderohet me 4 yje, pra është një ditë pozitive. Sot do të ecësh në një valë rishikimi mbi disa ide tua të mëparshme. Ndonjëherë duhet të pranosh një mendim që mund të ndryshojë dhe mund të rritesh dhe të sforcohesh bashkë me të. Sidoqoftë, optimizmi juaj po kthehet gradualisht në anën tënde. Dielli do të zhvendoset në sektorin e karrierës dhe arritjeve dhe do të qëndrojë aty për një muaj të plotë deri në 22 shtator. Kjo do të thotë se gjatë javëve të ardhshme vëmendja jote do të jetë tek performanca profesionale. Mund të marrësh përgjegjësi të reja ose të ndjesh një dëshirë më të fortë për të realizuar objektivat tuaja më të larta. Në dashuri, puna mund të marrë pak më shumë kohë se zakonisht, ndaj duhet të gjesh një balancë midis punës dhe të mos lësh pas dore partnerin. Në punë tham që qëllimet tua profesionale do të kenë përparësi. Paratë, përpjekjet në punë mund të kthehen edhe në para dhe vlerësime financiare. Shëndeti, mund të akumulosh pak stres sot për shkak të përgjegjësive, prandaj qetësoje mendjen. Ngjyrat me fat janë e zeza dhe vishnja. Koha me fat është në dre, këshilla e ditës, qëndroj besnik vlerave të tua dhe përqëndrohu tek fitimet dhe qëllimet afatgjata. Dhe le të kalojmë tek shenja e Britsjapit, e cila sot me vlerësime 4 yje është një ditë e mirë për ty Britsjap. Dhe në këtë ditë duhet të mendosh seriozisht rreth lënies së një zakoni të dëmshëm, ose të bësh rregullime në planin tuaj të financave përpara se të hedhësh disa hapa të tjera. Dielli do të zhvendoset në sektorin tuaj të horizontit të qetë të udhëtimeve dhe studimeve për një qëndrim deri në 22 shtator. Kjo do të sjellë pak optimizëm për ty dhe kurreshtje në jetën tuaj. Do të kesh një dëshirë të dalësh pak nga përditshmëria dhe të mësosh gjëra të reja.
Është momenti ideal për të hapur ndaj përvojave që ju rrisin nga ana shpirtërore dhe intelektuale. Në dashuri, ndaje filozofinë e jetës dhe ëndrave me partnerin, sepse kjo do t'ju afrojë më shumë nga ana emocionale. Para, tregohu i kujdesshëm me investimet dhe detyrimet financiare përpara se të marrësh një vendim. Rishikoj 2 herë. Shëndeti, në fakt sot ndihesh energjik dhe ke dëshirë për të lëvizur. Aktivitetet në natyrë ju japin më shumë gjallëri. Ngjyra me fat për ju është e verdha në mustard, një e verdhë zënë dhe bluja. Koha më me fat për ju është në fillim të mbrëmjes dhe këshilla e ditës, qëndro i hapur ndaj këndvështrimeve të reja. Mos u friksoni ndryshimeve. Ujori. Për ty ujor, dita sot konsiderohet një ditë normale. Ke një nevojë për të bërë përmirësime në jetën tuaj personale dhe financiare dhe kjo po bëhet gjithnjë më e qartë sot. Në aspektin shoqëror mund ta pyesësh veten nëse një marrëdhënie e caktuar ju ndihmon që të zhvilloni apo thjesht po ju merr energji. Ndonjëherë janë disa marrëdhënie ku tjetri përfiton më shumë se sa ju jep. Diellesh vendoset në sektorin tuaj të transformimit të brendshëm dhe kjo do të jetë deri në 22 shtator. Kjo periudhë ju fton të lidheni në nivel të thellë me veten dhe të tjerët. Do të keni shumë forcë që të bësh ndryshime rrënjësore brenda dhe jashtë për të ndërtuar raporte më të sinqerta dhe me besim. Në dashuri, lidhjet e forta dhe intimiteti me partnerin do të jenë në plan të parë. Duhet të flasësh me ndjenja të sinqerta. Në punë do të kesh një çështje që kërkon hulumtim apo përqendrim të madh. Do të gërmosh derisa e vërteta të dalë në dritë. Paratë, çështjet e parave, të borxheve apo ato që lidhen me të tjerët duhet të kenë pak vëmendje nga ana juaj gjatë këtij muaji. Shëndeti, kushtoj vëmendje paqes tënde emocionale. Largoj çfarë të konsumon dhe të streson. Ngjyrat me fat për ty është e verdha dhe ngjyrë krem. Koha me fat është në fillim të mbrëmjes, këshilla e ditës përqendrohu tek ndryshimet e brendshme dhe mos merrni përgjegjësira që nuk ju takojnë. Peshqit. Peshq për ju dita është një ditë e zakonshme normale. Dhe yjet në këtë ditë ju thonë që marrëdhëniet tua do të marrin një rëndësi të veçantë sot, kur dielli të zhvendoset në sektorin e partneritetit për një qëndrim rreth 1 mujor deri më 22 shtator. Ky cikël nxjerr në pa lidhjet tuaja më të afërta, qoftë në dashuri apo edhe në punë. Në lidhjet me të tjerët do të kuptosh më mirë veten dhe atë që dëshiron ti të jesh. Mund të ndihesh sikur po rishikon pak disa shërbime apo detyra për të tjerët. Por tregohu i vëmendshëm, mund t'i ndihmosh të tjerët, por jo të bësh punën e tyre. Paratë. Ndoshta sot mund të bësh një marrëveshje financiare të fuqishme nëpërmjet bisedimeve dhe partnerëve tuaj. Shëndeti, gjendja fizike lidhet me paqen në marrëdhënie. Ruaj ekuilibrin tënd mendor. Ngjyra me fat janë ngjyra të çelta. Koha me fat është në mbrëmje, këshilla e ditës kërko ekuilibrin në marrëdhëniet e tua dhe ndaje barrën me të tjerët, mos mbaj gjithçka për vete. Ky është horoskopi për datën 22, ne ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.